Përshëndetje nga kuzhina në Jerit, sot kam vendosur përgatit për iftar sarma në furrë, po në tepsi që bën shëmshishme. Recetën e sarma e kom postu pra para se me fillu një ditë, 2 ditë Ramazani, kështu që tash vish i kom hek prej frizit, kështu të nërime siç janë kon pra tek akulli. Krejt që kanë nevojiten sarmat, që i kom përgatit recetën e keni të postume, mandej 800 ml me ujë të ftoftë, një gotë 100 ml me vaj, një lugë të mesme veget, një lugë të mesme plot me biber të kuq, një lugë të gjellës plot me miell, një lugë të gjellës me salcë të specave. Disa vetë do jem të postu t'ja tregu juve motra që po më pyesni ku po blejnë salcën e specave. E blej tek turqit gjithmonë në kavanaz të qelqit, pra kështu duket. Tash bismillah e marrim një tepsi edhe i renditim sarmat kështu të ngërime si që janë pra prej frizit, prej akullit që kemi nxerr. Basi kemi rendit sarmat në tepsi, ku lakrat që na kanë të prupra i kemi ngrit, i qesim kështu ku mbetë shprastia. Edhe tash tek uji e shtojna vajin, furrën e kemi lshu temperaturë 220 gradë që të nxehet, marrim miellin, biberin e kuq, vegetën, salcën e specave, nëse s'keni bën edhe pa salcë. Pasi i kemi përzit të gjithë përbërësit, bismillah tash ja hedhim tek në jonën që kemi përgatit në tepsi. Mandej marrim letër për pjekje, e lagu me ujë mirë, ja u qesim sarmave për mirë, edhe me folje po ashtu mbi letër për pjekje. Ja kemi qitë letrën për pjekje që kemi lau me ujë pra për një sarmave. Krejt në fund pra me folje. Po pjevën të tëpsin edhe fusim në furrën e në furrë. Edhe bismillah kemi hek pra tëpsin prej furrës e largoj në foljen. Pare, hajde mashallah. Ndërgjellat që mu mi koma mas shumëti janë sarmet numër 1. Shumë të nxjerë ku i përgatitin, ashtu edhe në furrë. Tash ja largojna letrën për pjekje, e shifni, as nuk djegin për mi, nuk kam qef këtë janë djegta, nuk mi koma veç është të. Dikush ka qef me rresh, ku nuk kam qef kështu. Edhe kemi lënë furrë në temperaturë 220 gradë për 1 orë. Neve na befshin mirë, e juve pashtu nëse i provani për iftar ju kënaqin. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, Allah na pranoft agjerimin e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Jerit. Ju them miru pafshim.